Oj dzizlujk, oj dzizëm dziz. Trashë dhe herën e kalume, ma dziza për bënd të se fëstane. Shqyqyr që njeri shetë që shtu sene është gjëllë, është bëllëdën që shini? Mirë mrama. Qyqiona em? Mirë. Kule që shjeti? Në bre? Në të java për të livrit, se java në kalume. Diçka për livrit ka pak është për livrit. Për livrit që e kalume. Nashta dhe koha. Ka po të vetën. Po që të boj, na kishe për mojnë atë dore. Qa të virije? Ku mi ju kalëzu diçka. Ha? Qysh kesh në shpetë nejtë, mora një gazetë dhe pelezoj. Kur dërë telefoni, pe marë, qa me po, mati, nuk më ka thirë numëri i shoqotës të burrave. Shallo, tha, oj da hyrë, tha, mule tha se ka ndodhë diqka. Ka doli bre thash, ka doli një herë që shjene e një mirë, o shpejt tha se ndarje masive. U qyqe, erdha, te thiri kullën, thash, bo në gati se po vi po të marrë me shku në shoqat. Shkova e mora e mule të flutërue. Kur shkojna të ishin kap një 2 vetë, do ishin more. Ka dole, bre, ka dole. Ja, veç që thash, ka dal një bre, fëll një qka u bo, kur aj njoni pithë tjetërit. Ku ki morë ti gudzimin me flajt me grunë tem? Ti tha, po vish dishta mi këqyrë fa dalimin me stonës edhe temës. Kur ki pja tem? Se së veqe, kisha kalzune. Aj tjetëri po thot tha, oj dhe da hyrë tha, hinë dhëm të gjumit. Qa me po, tha gruja, tha me dashnur. Ha. Tu që u dashnori, u vesh, tha dull. Tha unë e tha veç po këshyri pikthena grus pja bëj, gru qka kja? Tha edhe unë u shëkova. As ty tha ditën e mirë, as mund tha mirë dita. A i rirë për thët, e kom morë vesh që po më trafton, tha gruja. Po. Se ku e mure vesh? Tha se ja kalzuva, tha një vic, a i debili pi do lopit keshke. Kështë e i dozën thash, ilan, e tje thash, qka u bo me ty? O, tha, hyrë, po më thët gruja, tha, po më do këtë tha që jetu shku me gratë huja. Tash, a jemërit të normal? Unë me tonat me nëzi përshkëj, jo me të hujat, nuk e di gjuhën. Tonat, shqip. A o di shuk i ti? Po. I thënë qa kimëri qa tu kam avi syni? Tha u reha, tha për një femën. Tha shihe ti, e me kënë? Tha me grunë. Aj tjetëri ati një i vëtësër që ke plavush. Tha, tha gruja jame, tha kujdeset shumë për kerin. Tha shu, ani dhe bash mirë, qatë shumë tha kujdeset për kerin. Pak, tha shkën e shtreha ta nër automekanikon. Dhe për qilë, qa po punon? Kujdeset mirë, bro, mire për kerë. Po dhe? A unë e pi thëmë, a gje me ti? Ta pëmerë gruja, thamë, ja prej djallit flakt. Po. E djalli, ja mam, nuk du mu mi prej flakt, nuk du me pas frizurën, tha si të babit. Po. Kur kjo? Ja djalli jam, tha, du është, tha se kejtë pëthojnë që pigon këj shisë. Po a i kanë thonë, gruja dreqën e ka shtin shishe, burin krevet, shok të burit në dëllap. Ama unë s'ki kuptoj heq. Heq s'ki kuptoj. Me gra është shumë e thjesht. Nga një bura, nëse bëni një budalaki, i thuni, më falj. Ajo i dhnot, ti i thunë falj. Nëse ajo e bën një budalaki, ti i dhnosh, ajo i dhnot, po ti prap i thunë falj. Paralar. Ja bëj njëni tash, e të oj qyqe qka ki hia tjesin qysht njëni, si qështu? Tha, mu tha po hingë, tha gruja në shpe dhe po më tha, ta ku më rok kerin. Po ku ma roke më kerin kur ti nuk vëzit eq? Tha me qekeq pa hire.
mëre me që keq Pahiri, po tha Pahiri, tha se nuk dilë që pe Facebookot. Ma të çuditshëm se burat nuk ka. Ha, Çarapat në fijok që janë nuk i gjojnë. A dashnoret me sy mshel i gjojnë. ja, mos fol ashtu, mos, se nuk bën e fol, se nuk është ashtu, se nuk janë krejt njëjtë. Po? Një fjallë e urtë popullore, thot. Qka, thot, hajtë, më shme ditë, Hajt, çka? Të flasësh pak, është mençuri. Po, pra. Të hash pak, është shëndet. Të flasësh mençur, dhe të mos flasësh fare, është paqe. Kemi kaluar në një moment tjetër promocional. Ajo është një vajzushe e re që këndon jashtëzakonshëm bukur. Do të vitë sonte për të promovuar këngën e saj, për ju, për ne, për të gjithë, Albulena Krasniqi. Hajde Albulen. Përshëndetje. Qëndrojmë të bashkë. E Albulen, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Si Albulen? Mirë. Ke qenë edhe një herë për të kënduar këtu. Në cilën klasë ke qenë atëherë? Në klasën e 6, Klasën e 6. Kemi bë kështu si vjet je në klasën, e? 7. Do më thonë në çdo klasë nga një këngë dhe nga një promocion, a? Po, Apelon që ashtu, a? po. Po, a? Mirë. Si po shkojnë mësimet? Mirë, Je nxënës se shkëlqyer? po. E shkëlqyer, tamam. Taman. Me të gjitha pesa. Po. Po, sa mirë, po ndalon pak, po mendon si kur e peshon fjalën e po e thu pastaj. A po frigosh që nëse nuk e thune i të vërtet, kur shkosh atje pastaj në Malishev të thonë, nuk e the të vërtetën, a? Ja, jo. Ajo, e po mirë shumë. Sonte po promovojmë një këngë tëndën të re, që quhet? Gurbeti, Gurbeti. E ka bërë kush? Albulin, Vedat Lushtaku. Vedat Lushtaku. Tekstin, muzikën? Po. Të dyja ti ka bërë Vedat, ja? Po. A përshëndesin? A të shëndesin. E ka kënduar vetë. Po. Ke qenë e kënaqur? Kam qenë. E ke bërë klip? Kam bërë. Po e parë se edhe klip e ke bërë. Shumë mirë me... Po këtë temë Gurbeti e ka zgjedhë Lushtaku apo e ke zgjedhë vetë? Vetë. Vetë e ke zgjedhë? Po. Pse ke dikon në Gurbet nga familja? Po, mu më kanë prejkë shumë fëmija që janë largë prindëve të tyre, bobi, vetë jam edhe në largë bobit, edhe këm dosh mja kushtu bobit. Edhe Babi! Sa bukur. Pse babi punon jashtë dikut? po, Bukur shumë. Sa fëmijë jeni ju? 5. 5. Bravo babi edhe për këtë. Edhe mami sigurisht. Ha? Si kalon me mamin? Qa thot mami? Mësoni, Shumë mirë. punoni, veproni, ha? Po, Cilat janë kërkesat e saj këtu? mami thët adin vish pofsha ma largë. Vetë pasha manal të manal. Sa e bukur shumë. E po bukur shumë. Atëherë e promovojnë? Po, Edhe unë edhe Mihria dhe publiku dhe gjithë spektatori kena me duar trokit, me tërë fuqin e duarve tona. faleminderit shumë. Faleminderit. Albulena Krasniqi.
Ishte kjo tërë, a? Çdo fillim në ty vjen edhe filmin. Po, për këtë emision. Për këtë emision, Sepse javën tjetër do të ketë edhe diçka më të bukur se sa kjo që e pam sot. Në këto ditë të bukura, megjithatë dimri se Kosova pa dimër edhe nuk ka lezet. Prishtina me dimër ka lezet, Kosova me dimër ka lezet. Flani mirë, ndroni bukur e zgjohuni në paqe. Natën e mirë, miru pafshim javës tjetër.